Nëse nuk martohem me ty, do të bëhem prift, zbulohet letra që Papa Francesku i nisi dashurisë së parë. Ndërsa bota i ka dhënë lëmë të mirën Papa Franceskut, i cili ndroi jetë të hënën e pashkëve në moshën 88 vjeç, një kapitull i gjatë dhe prekës jetës së tij është rikthyer në vëmendje, dashuria e tij e parë dhe premtimi që e çoi drejt priftërisë. Amalia da Monte, një grua nga lagja Flores e Buenos Airesit, ishte dashuria e parë e Jorge Maria Bergogliones, ose siç e njohim Papa Francesco, shumë kohë përpara se ai të bëhej udhëheqësi shpirtëror i më shumë se 1 miliard katolikëve në mbar botën. Nëse nuk martohem me ty, do të bëhem prift, i shkroi ai në një letër dashurie në moshën 12 vjeçare, shoqëruar me një vizatim të një shtëpie që ndëronte të blinte për jetën e tyre bashk. Në një intervistë të mëhershme, Da Monte tregoi se ishte nëna e saj ajo që ndërpreu kontaktin mes të dyve, duke i ndaluar të takonte Jorgen. Ishte një ndjenjë fëmijërie pastër, por mami nuk e pa kështu, tha ajo me buzëqeshje. Pas refuzimit të saj, Jorge u zhyt në studime dhe më pas ndoqi rrugën shpirtërore, duke u bërë prift në vitin 1969. Karriera e tij kishtare u ngrit me shpejtësi derisa në vitin 2013 u zgjodh papa i parë nga Amerika Latine me emrin Francesku. Kur pash që ishte zgjedhur pap, mbeta e ngrirë para televizorit. Ishte Jorge, djali që dikur donte të martoj me mua, kujtoi Amalia. Papa Francesku do të mbajt mend për përullësinë e tij, për kushtimin ndaj të varfërve dhe thirrjet për paqe globale. Por prapa figurës së tij qëndronte edhe një histori e thjeshtë dashurie, një kujtim i ëmbël nga rrugicat e Buenos Aires që ndoshta ndihmoi në formësimin e një prej liderëve më të dashur të kohës moderne.